Mos e injoroni ja çfarë tregon ngjyra e urinës për shëndetin tuaj. E verdhë mbyllt. Ndërkohë që ngjyra e verdhë e çelet e urinës është normale, ngjyra e mbyllur e verdhë tregon se personi vuan nga dehidratimi pasi që përqendrimi i kripës është më i lartë se normalisht. E kuqe. Kjo varion nga nuanca roz në të kuqe të errët. Testi mund të specifikojë nëse urina përmban gjak. Kjo mund të ndodhë për shkak të ndonjë infeksioni të fshikëzës, traktit urinar apo uretrës. Kafe në të zezë. Kjo është gjithashtu një shenjë e cila mund të variojë nga kafja në të zezë dhe gjithashtu kjo ngjyrë shfaqet për shkak të funksionit jo të rregullt të mëlçisë dhe sëmundjes si për shembull hepatiti. Portokalli. Shumë ilaçe mundet të shkaktojnë që ngjyra juaj e urinës të jetë portokalli. Gjithashtu konsumi i tepërt i agrumeve ose karrotave mund të jetë një arsye për urinën në ngjyrë portokalli.